kur është përnda lajmi, pasi që pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i sëmur, dul lajmi se Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam ka vdek, që thot se ka ndru jetë Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam, do të jetë hasëmi jem. Ai i cili ka me thonë që ka ndru jetë Muhammed Mustafaja alayhi salam, la adribanna unuqahu bi sayfi hadha, tha kom me ja shkurtu kokën nga qafa e vetë, tha me këtë shpatë që ka e kam dorë. Dhe i thot ma ajmeleke hayyan wa ma ajmeleke mejitan ja Rasulallah, thot sa i bukur ishe kur ishe gjallë, dhe sa i bukur ije kur ije i vdekur ja Rasulallah. S'mujshin me pranu një realitet se vdiq Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallami. Wa ma Muhammedun illa rasul, tha nuk është Muhammedi tjetër jashta pejgamberi Allahu. Edhe ai i cili e ka dhuru Allahun, i cili është një, i cili nuk vdes kur, në ta dije fe inna Allaha hayyun la yamut, në ta dije se Allahu nuk vdes, është gjallë, por Allahu nuk ka vdekje. Këto minuta të shkurta, në këtë ditë të madhe të ditës së xumas, do mundohemi të fokusohemi me një realitet që nuk mund ta mohon asnikush. Ajo është ashtu si e ka falë Allahu xhalla xhelaluhu këtë dunja për çdo kan, dhe kjo dunja do sosët. Një ditë prej ditëve Allahu te baraka ve taala do ta dërgon Xhebrail Eminin alayhi salatu wassalam, dhe do t'ja shpall pejgamberit sallallahu taala alayhi wasallam ajetet të cilët i lexova, ku Allahu i drejtohet dhe i thot: o Muhammed, innaka mayitun wa innahum mayitun, thot ti o Muhammed, me të vërtet ki me dek, me të vërtet ka me përfundu jeta në këtë dunja për ti, wa innahum mayitun, dhe ata krejt shka janë mas teje, ata shka janë me teje, ata që do të vinë mas teje, dhe krejt njerëzia, dhe krejt gjallnesat, innahum mayitun, dhe edhe ata do të shijojnë vdekjen. Dhe kjo u realizu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas disa javëve, Xhebraili dhe i tha: ja Muhammed, ish ma tesha, jeto sa dush, fe inneke mejit, një dit ka me ardh koha që ti ki me dorzu emanetin. Tha: wahbib men tesha, kan do që do, një dit ki mu da prej ti. Wa'mal ma tesha, dhe vepro çfarë të duash, ban shka do, një dit ki me u marrë në logari. Dhe kjo vlen o vlezër edhe për ne, kjo vlen edhe për neve, ne të cilët e harojmë se një dit ka përfundim. Jeto si të dush, një dit ki me dek, doje kanë të dush, një dit ki mu dapi ati, dhe vepro shka të dush, një dit ki me dhon logari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndëgjoj këto fjalë nga Xhebraili, e morë vesh se duhet të shkon të Allahu xhalla xhelaluhu, e morë vesh se ka ardhur exheli, e morë vesh që duhet ndahet nga kjo dunja. Ju afru Xhebraili dhe i tha, dhe kjo vazhdon veç për pejgambert e Allahut, nuk vazhdon për çdo njonin prej neve. Pejgambert e Zotit, Allahu kur e ka dërgue Azrailin, kur e ka dërgue Melekul Mautin, i ka pyet: apo doni me dek, apo doni mu nda nga kjo dunja, apo doni që të shkoni te Allahu xhalla shanuhu ve xhalla xhelalu. Ndërsa neve na nuk e posedojmë këtë luks, na nuk e posedojmë këtë opcion, ne nuk i posedojmë këto alternativa, që shka që të zgjedhmi dhe të përzgjedhmi cilën do të zgjedhmi, të jetojmë apo të vdesim. Ndërsa pejgambert e Allahut, në qovë se kanë ndasht, i kanë thonë po du me jetu edhe pak, dhe Allahu ja ka dhonë mundësien që të jetojnë edhe pak, ashtu si ka ndodhë me Musain alayhi salatu wassalam. Tregimi i cili transmetohet në librin e Buhariut, lexoni dhe çelni librat, do të shihni sende shumë të interesante dhe të çuditshme. Tha: o Xhibril, kush o me ti? Tha: ka ardhur Azraili, ka ardhur Melekul Mauti. Tha: ne të vjen, mirë se ka ardhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon të pranishmive, thot: laqad khayyarani Allah
thot Allahu më dha mundësien të zgjedhi nërmet kësaj jete dhe Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu thot ikhtartullah dhe ngriti gishtin lart tha belir rafiqil a'la belir rafiqil a'la belir rafiqil a'la tha dua ta takoj Allahun atje lart dua ta takoj Allahun atje lart tha Allahu më dha mundësin që të zgjedhi mes jetës së kësaj dunjaje dhe jetën që ta takoj Allahun atje që s'ka fund e përzgjedha thot atë që është pa fund dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu do të urdhnon që melekul mautit ja merr shpirtin Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam do t'ja merr shpirtin më të pastër të kësaj dunjaje do ta merr shpirtin më të kompletuar për kësaj dunjaje shpirt e cila kur dul nga trupi vetë se dul me një aromë shumë të bukur që krejt melaqet murën lakmi nga ajo aromë dul shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ky lajm dhe kjo ngjarje dhe kjo që ndodhi kjo ndodhje tronditi në Medine banorët e Medinës kur u shpërnda lajmi pasi që pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i sëmur dul lajmi se Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam ka vdek dul lajmi se Muhammed Mustafaja alayhi salatu wasalam u nda nga kjo dunja u qunë sahabet ata të cilët e dojshin Muhammed Mustafan alayhi salatu wasalam ata të cilët e shoqëruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ata të cilët e pan mesi se çfarë duhet të jetë si duhet të jetë një lider i madh e dojshin Muhammed Mustafan alayhi salatu wasalam ma shumë se sa vetën e vet ma shumë se sa mallin ma shumë se sa evladin ma shumë se sa nanën edhe babën s'mujshin me pranu një realitet se vdiq Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallami dhe u qunë Hazreti Alia radiallahu ta'ala anhu u qunë në Medine dhe i tha ai i cili do të thot dhe do të ndëgjoj që thot se ka ndru jetë Muhammed Mustafaja alaihi salatu wassalam do të jetë hasëm i jem do të jetë armiku i jem do të jetë ai i cili ka me u ballafaqu për herë të parë me mu drejt për drejti u që Hasani edhe Husejni dy nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ata të cilët pejgamberi i dojke shumë u që unë thanë vallahi nuk e lejojmë kërkush të mare në përgoj rastin e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dul Omeri dhe nxeri shpatën e vet në udhë të Medinës dhe tha ai i cili ka me thonë që ka ndru jetë Muhammed Mustafaja alayhi salam la adribanna unuqahu bi sayfi hadha tha kom me ja shkurtu kokën nga qafa e vet tha me këtë shpatë çka e kam dorë e përçëndroi Allahu këtë fe me një burr të madh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me kon që ja vendosin imanin e tij në një anë të peshorës dhe imanin e këtë ummetit tem në anën tjetër të peshorës ka me peshu imani që këti personit a thu val kush ishte a thu val kush ishte që ka me emojt stabilitetin e vendit ka me emojt stabilitetin e gjendjes shoqërore në mesin e sahabeve të cilët nuk mujshin ta pranojnë një realitet se Resulullahi me të vërtet ka ndru jetë kush është ki njeri kush është ki buri madh ajo është Ebu Bekër as-Siddiku radiallahu anhu që kjo xhami e barte emnin e vet u qu në xhamien e profetit alayhi salam dhe i thiri sahabet i tha ejani tu boni krejt erdhën xhami Hazreti Omeri s'po e zbret shpatën Hazreti Alia Osmani s'po din me ndëgju tjertë hiç nuk po din me bo muhabet tha ejuha nas o ju njerëz men kane ja'budu Muhammeden a i cili tha e ka adhuru Muhammedin a.s. Fa inne Muhammeden qad mat në ta dije tha se Muhammedi ka vdek wa men kane ja'budullah edhe a i cili e ka adhuru Allahun i cili është një i cili nuk vdes kur në ta dije fa inna Allaha hayyun la yamut në ta dije se Allahu nuk vdes është gjallë për Allahun nuk ka vdekje thot Hazreti Omeri thot sikur me ndëgju këto fjalë për herë të parë në jetën teme dhe filloi t'i lexon ajetet të cilët ju kanë zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i lexon Ebu Bekri tha wa ma
Muhammedun illa rasul. Tha nuk është Muhammedi tjetër jashtë pejgamberi Allahut. Qad khalet min qablihi ar-rusul, sikur ato pejgamberte përparshëm. E fe immat au qutil inqalabtum ala aqabikum, në qovë se tha vdes apo e mysin, a kini me lon fejën Allahut, wa men yanqalib ala aqibej, edhe ai cili tha e le fejën Allahut, edhe ai cili ja kthen shpinën fejës Allahut, fa inna Allaha shakirun alim, ne ta dije se Allahu është i dishëm dhe i falenderum. Allahut i përkulen me laqet në qiellin e tokë dhe gjallaresat të cilët Allahun e njohin. Thot Hazreti Omeri, thot sikur me ndëgju për herë të parë këtë ajet që e lexoj, kush Ebu Bekr as-Siddiku rashtën digjuj edhe e pranova edhe u vërtetova që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të dalë Ebu Bekri nga xhamia dhe do të shkojë në dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa transmetues thonë para, disa thonë mas kësaj fjalimit hinë në sobën në dhomën e pejgamberit alayhis salam. Kur e shet xhenazën e Muhammed Mustafas sallallahu taala alaihi wasallam, e puth në ball dhe i thot ma ajmalaka hayyan wa ma ajmalaka mayitan ya Rasulullah. Thot sa i bukur ishe kur ishe gjallë dhe sa i bukur ije kur ije i vdekur ya Rasulullah. Laqad ballaghta ar-risala, e ki përcjell Kurani Kerimin të ne, wa addalta al-amana, edhe ki çu emanetin në vend, wa nasahta al-umma, dhe ki për gjithmonë e ki këshillu ummetin, i ki çu detyrën tonë ja Rasulullah, dhe unë jam dëshmitar për këtë gjë. Del në obor. Kur del në obor, ishe sahabet janë mbledh, dhe njëri shkon djath, njëri njat majt, njëri po bisedon, njëri po bërtet, njëri po kan, njëri është alivianos, njëri nuk po di shka me thonë, njëri nuk po di shka po ban. I tha Omerit, thiri priset, thiri ato kryesor të fiseve, thiri ato njerëz të mekshëm, thiri pleq të cilët i kanë në dorë dizginat e popullit, njerëzit të cilët janë ngojnë fjalën, thiri ata, dhe u tubun në kopshtin Beni Saqife, hadikat Beni Saqife, një kopsht në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinën e ndriqume. U mbledhen ketë, disa ishin nga banorët e Mekës, nga fiset e Mekës, disa ishin nga banorët e Medinës, nga fiset e Medinës, dhe çdo njoni po bisedon, çka po bëhet shtash, çka do të veprojmë shtash, si do të shkojmë matotje. U mbledhen dhe Omeri radiallahu anhu e thot një fjali që e shkrytën librat duke shkue në mbledhimin e asaj kopshtit apo vendit ku do të tubohen, ku do të mbledhen të shqyrtojnë problemin më të madh për muslimanët dhe shtetit islam. Thot laqad zawwartu al-kalama fi nafsi, thot e pregadita një fjalim në gjoksin tem, në mrendësirën e shpirtit tem, në zemrën teme, anna al-khilafata fi Quraysh, thot do të jetë khalife udhëheqës ai i cili është nga fisi Quraysh, sepse është fisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bëhet udhëheqës koštapler. Udhëheqës duhet jetë njeri i cili ka lind lider, njeri i cili nuk e menon veten dhe xhepin e vet, njeri i cili nuk i menon ato zhirollogarijat e veta. Nuk bëhet lider ai i cili vedh, nuk bëhet lider ai i cili rrein, nuk bëhet lider, tha duhet të jetë nga Kurejshi, duhet të jetë prej të parëve të islamit, duhet të jetë shoqëruesi Muhammed Mustafas, duhet të jetë ka kushte, dhe u tubun dhe formun parlamentin e parë në islam, parlamenti i parë në Saqifet Beni Saide, në kopshtin Beni Saide i cili sot ekziston në Medinë. U mbledhen dhe unanimisht votun, unanimisht e prun vendimin të bëhet khalife Ebu Bekr as-Siddiku radiallahu ta'ala anhu, i cili llogaritet më i miri mas ketë pejgamberve, mesin e ketë njerëzve prej Ademit deri te njeri i fundit. Nuk ka njeri më i mirë se Ebu Bekr as-Siddiku, i pari i cili e pranoi islamin nga goja e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam prej burrave. E përzgjedhën për khalife dhe ja dhan besën se do ta respektojnë, do ta nderojnë
dhe ja dhanë të drejtën të flet në emër të muslimanëve. Shka boni? Plasi raketa, plasi petarda, harxhoj buxhetin e muslimanëve, boni të lovia, trazira, minjeri eki ato qertë që kanë hup. Jo. Shkoj në xhami, i fali 2 rekate namaz. Muslimani për të mire dhe për keq e lidh vetën me namaz. A i cili nuk është i namazit, nuk mund të jetë lider. A i cili nuk është i sejdës, mos t'i përfaqëson muslimanët. A i cili nuk është i kiblës, mos të fole për muslimanët. Shkojnë xhami, i fali 2 rekate, u mbledhen këtë muslimanët. Dhe gjithmonë kur ka ndodhur diçka kanë hip në hutbe. Na këtë hutbe e shfrytëzojmë për 2 sende, për xhuma dhe ditat e Bajramit. Por kjo hutbe që hip hoxha nalt duhet të jetë mjet çdo herë kur të kemi ndaj telashe, duhet me hip ai mëshmi, duhet me hip ai lideri, duhet me hip ai prijesi, ai kryesori me hip atje lart dhe me shqyrtue problemet e ummetit. Hipi nalt dhe fjalën e parë që e tha hamidallaha wa athna alej. Ebu Hurajra thot, sefte tha e falenderoj Allahun. A i cili nuk e falenderon Allahun, nuk mund tjeti mirë për krijesat e Allahut. A i cili nuk është me Allahun, sa dojen e tjetë me emnat të ndryshme dhe kravatat e zbukurume, me teshat e përzgjedhura, nuk mund të jetë i mirë për kërkan, sepse nuk është i mirë për Allahun. Dul nalt, pastaj dërgoj salavatën mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe tha, ejuhen nas, o ju njerës, inni kad wullitu alejkum walestu bi khejrikum, tha me të vërtet, më kanë përzgjedh muë të jem përgjegjës për ju, por kjo nuk do me thonë se unë jam më i miri, më i mirë se ju, apo më i mirë se ato tjertë. Thot fe in a'inuni fa in asabt. Në qovë se e qëlloj, në këtë periudhë që unë jam prijes përgjegjës i juve, më ndihmoni. Më ndihmoni, o ju njerës, se unë vetësën baj pa ju. Ndihmoni kur të më shifni se jam në rrugë të drejtë. Wa in akhta'tu fa qawwimuni. Tha e në qovë se më shifni se jam gabim, tha drejtomni, këshillomni, kapni për kraje dhe thuj nalu, sot mu quë në i liderit prej liderve. Në thojsa, me i thonë mas i të fitoje që këtu gabim e ki, inspekcia të ven, policia të ven, prokuroria të ven, thot minjerë ki ka në opozit, ki ka në mato qertë, ki ka në kështu, ndërsa Ebu Bekër Sëdiku, radiallahu anhu thot në qofë se shifni se une jam rrug drejt, një mom një oju njerës, në qofë se shifni se jam gabim, nalëm një mua dhe thujni se këtu gabim e kije, po me kone edhe baba jotë, me kone edhe vlavi jotë, me kone edhe me kone daja jotë, edhe migja jotë, apo i veni tanë, apo i partijës tande që nuk ka një islam parti. O musliman, një islam nuk ka parti. Partijat i kanë menue për mi përqa muslimanët, ndërsa parti nuk ka njerës të mirë dhe njerës të këqi. Tha e inuni, më ndihmoni, kapëm një përkraje si t'jam mirë, në qovë se jam keq, nalëmni edhe thojni ndalu, për shkak se gjdo njeri është gabimtar. Mos menoje dikush se une nuk gaboj, mos menoje dikush ta luje shejtani me ta dhe me thonë se une valla, une zore kam me gabu. Jo, na jemi ketë gabimtar. Tha as-sidqu amana. Tha sinceriteti me fol të drejtën është emanet. Pashallahin. Cëllimon e piktive po fol drejt. Cëllimon e piktive po kalzën drejt. Përgjigjen e keni. Tha esit ku emane, emanet ta e kanë ato që aplikojnë më u bo atje, tullën në atë post atje, duhet folin drejt, mos rejnë, mos premtojnë këtë pas taj nuk mund të realizojnë. Tha uel kedhibu khijane, tha edhe me rejnë të është trahti. Një njeri cili rejnë, apo të ka rejnë, apo të ka manipulu, të ka mashtru, ajo është trahtar. Ajo është tradhtar.
mos ta marrë menja dikuj nëse unë sot pse janë mas nesër votimet e unë po foli për jo, aga hoq se për kran kërkan jashtë se atë çka është në drejt. Nuk jam i orientum në aspektin partijak, as nuk radhit në ansafet partijake. Ai çka është i drejt, është i drejt. Ai çka nuk është i drejt, do të gjithmonë ngele në anën e padrejtit, derisa të bëhet i drejt. Tha al-qawiyu fikum da'ifun indi. Tha ai fort, i shka e menon se është i fort, tha është i dopt, tha te une, tha Ebu Bekr as-Siddiku, hatta akhudha minhu haqqa. Tha derisa t'ja marr hakin atina shka menon se mundët ta shkele dikan. Tha une jam ligji, une jam ai që ju përfacoj juve o musliman. Ja marr tha hakin ati i cili i ban dikuj pa drejtësi, dhe ajo është sa do me koni fort të une, tha është i dopt, sepse une jam pushtetari. Tha wal da'ifu fikum, tha dhe aci që ka ju ka bo pa drejtësi, është zaif, është i dopt, qawiyun indi, tha është i fort të une, që do me thonë se nuk lo me shkel dikush dikan, nuk lo me lujt dikush me dikan. O vlezër, jemi lodhmo me manipulime, jemi lodhmo me kërcnime, si mos dalsh dhe t'eki pipune, si mos votësh dhe ta marrë drejten, ka me ti prish letrat, ka me ti boket. Këtë këto janë kurtha dhe manipulime të shejtanit, të iblisit, që ja ka mësue izmeqarëve të vetë t'i përdorin dhe i populatës. Populata është e lirë dhe nuk guzon kur kush t'a robnon. Populata është e lirë dhe kur kush nuk guxon të manipulon. Ai i cili manipulon me populat, ai ka me i dhon hak ditën e kiametit çdo njonit që ja ka hongër hakin. Tha Ebu Bekr as-Siddiku radiallahu ta'ala anhu, tha kumu ila salatikum yarhamukumullah. Tha o ju njerëz, kaç tha pata me ju kallëzu. Pas dike me majtë Ebu Bekri mitinga. Ti nxerë njerëzit në për shije, në për bore, në për frima. A pa tjetër me nxerë ketë që këto njerëzit me urrej me zvetja. A pa tjetër me u bo armitsi vlavi mos me i fol vlavita. A pa tjetër me bo sankcione poplit veta. A pa tjetër me bo që kjo është ai sistem që është jashtë sistemit kuranor. Që kjo është ai sistem që dikush e përdor për t'i gjunjë razu dikan. Jo vlezër, jo. Islami është fe e liris. Fe e liris. Kër e kanë pyet Khalid ibn Velidin radiallahu ta'ala anhu, romakët, ka ardhur ka pështet të dera romakëve më ushtrien islame, edhe i kanë thonë, pse kini ardhur, shka dojni ju Arab? Ka thonë, etejna li nukhrijen nas min ibadetin nas ila ibadeti rabbin nas. Ka thonë, kina ardhur për t'i nxerr njerëzit nga adhurimet e njerëzve, në adhurimin e Zotit të njerëzve. Jo me shti njerëzit në adhurimin e shtabeve, në adhurimin e intereseve partijake, por në adhurimin Allahu Gjeleshanu e Gjeleshanu. Apo dojnë vota prej muslimanve. 4 vjetës po vinë xhami, kur po vinë votat parin saf. Kur po vinë votat në ina musliman. Na e menojmë këtë, ka në ki menu që 4 veti. Ka në kemi menu që 8 vetë, ka në kemi menu që 20 vetë, ka në kemi menu pikur i e themelu, kërkan se kemi menu. Tash ka do, apo do pi muslimanve për kraje, ashtaj të kujtun projekteta, që 20 vjetë kërkun sjeni, që 20 vetë me kërkan sjeni, e tash hajde ti kujtojmë, jo. A i cili e ka marrë besën, edhe nuk e ka qunë ven është tradhtar, e ka qunë në ven është i sinqert. Tash populli e din kush është i sinqert, edhe kush nuk është i sinqert. Populli e din se me kanë duhet me qëndru, edhe me kanë s'duhet me qëndru. Po është, po ti ku e ki qëllimin, e kam për qëllim ta dërgoj në përmet kësaj kamere një mesazh, deri ta ata që ka manipulojnë, leni një njerëzit të lirë. Leni një njerëzit të lirë dhe mos ju përzini njerëzve. Kush ka doje ne të boje, don me votu, ne të voton. Nuk don me votu, mos javnën sankcionet që ta shtish me votu me zor. Apo me votu qatë se i ki punësu ti dikan në punë nga familja, ta detyrosh këtë familja. Jo vlezër, votimet
janë dëshire lire njerëzve. Dhe nuk duhet kërkush kërkujna me ja imponu, kërkush kërkujna me ja pru shpirtin të fiti e me ja bo dilin për mikrije. Për atë arsye, në të kenë frikë Allahut, krejt ata të cilët e marrin mjet partijen dhe votimet edhe bajnë përçarjet e muslimanët, mos i dajni muslimanët. Mos i dajni muslimanët, a ishe se gjumaja nuk vetë se cëllën dres e ki, cëllën parti e ki, radhitësh në saf, kret jemi musliman edhe ket jemi vlezër. Ne lusim Allahun Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelalu, rinien ton në islam të udhëzëm, pleqve ton të jep ymër gjatë, shëndet të plot, të smuntit në për spitale Zotit i shëron, të burgosurit pa fajshëm Zotit i liron, ata të cilët janë në gurbet, kanë shku për të fitu kafshatën e bukës, Zoti Gjellëshanu i furnizon dhe nga keqe timbron inshallah. Ne lusim Allahun Gjellëshanu wa Gjelle Gjelalu, bigjozin, komarin, sportskën, ato lojat e fatit nga mesi jon t'i largon ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjellëshanu, kamatën, kreditin, ato shka janë me lizinga, mizinga, hamama, ketë ato nga jeta jon t'i largon ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjellëshanu, misionar të huj Allahu me zvete t'i shkatron. Ata të cilët mundohen që musliman t'i ndajnë, Allahu vëndaft shpirtin në 15 pjesë, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjellëshanuhu wa Gjelle Gjelalu, neve nga çdo e keqet në mbron, Gjennetul Firdausin nasip në i ban, e kullu ma të smaune vë stakfirullah.